kryesisht me diasporën, shqiptarët kudo në çdo cep të botës po votojnë. Sigurisht që bashkë me zarfat e tyre, ku kanë fletë të votimit të tyre, me sa duket, ato po sjellin atë që do jetë dhe do quhet rotacioni i madh i 2025-s, me votën e tyre në fakt po takohen me ndërgjegjen e tyre, por në të njëjtën kohë ato kanë mundësi që t'i japin regjimit i cili i përjashtoi, edhe i dëbojnë nga vendi në një mënyrë shumë civile dhe fort politike. Më këtë rast unë dua të falenderoj secilin prej tyre për mbështetjen, për votën, për angazhimin, duke i kërkuar dhe një sakrifisë të fundit. E kam bërë edhe dje, do e bëj edhe sot dhe do e bëj vazhdimisht, për sa kohë që gjatë kësaj periudhe ato kanë hasur probleme të ndryshme. Pavarësisht se DHL-ja ka për detyrë, pasi ato të votojnë, që të shkojnë dhe të marrin zarfin e votimit, unë i ftoj çdo shqiptar, kudo që jetë, në Greqi, në Itali, në Gjermani, Amerika, por në cilin do vend tjetër, që të bëjnë sakrifisën e fundit dhe të shkojnë të zyra më afërt e DHL-s për të dorëzuar zarfin. Siç e keni transmetuar dhe ju, dhe jo falenderoj për këtë, ka pasur disa problematika. Një ndër problematikat është mos shkuarja në adresën përkatëse për të tërhequr zarfin siç është marrëveshja. Ka patur raste që ka munguar fleta votimit, ka patur raste që ato janë gjetur përballë hedhjes së zarfave në oborr, ose është marrë nga kumshia me 10 zarfe, dhe kjo nuk është e ligjshme. Ka ndodhur që kur janë nisur zarfet të ketë pasur duplikata, ka ndodhur edhe shumë procese të tjera, ndaj dhe unë këtu jam së bashku me juristin. Franci ka rastin që ti listoj dhe të përsjedhin të gjithë shqetësimet që diaspora na ka transmetu gjatë gjithë kësaj periudhe që kur ka fillu regjistrimi dhe pastaj marrja zarfeve dhe dorëzimi i zarfeve. Faleminderit zonja Topalli. Atëherë, si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe i koalicionit Aleanca për Shqipëri Madhështore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi rënë dijeni të shumë rasteve problematike dhe shqetësimeve në lidhje me votën e diasporës. Që ditën e parë kur filloi procesi i përpunimit të materialeve zgjedhore dhe dërgimit të tyre nga stadiumi Feti Borova që është vënë dispozicion për KQZ-n për përgatitjen e këtij procesi, pati raste që unë dua ta theksoj nuk ishin raste sporadike, por probleme me zarfat, me zarfin A, me zarfin B, që ju e keni pasqyruar në raste të tilla, por problemi më i madh ka qenë me adresat. Vetëm për qarkun Tiranë ka patur mbi 1000 raste adresat të shënuara gabim në sistemin PER dhe ndryshe dilni pastaj kur bëj fjalë për dërgimin e materialit nga DHL-ja. Këto raste që ne i kërkuam dona zyrtare KQZ-s reflektohen dhe tashmë, sepse një pjesë e këtyre zgjedhësve në diasporë kanë të vështirë për ta tërhequr zarfin në momentin që ka gabim adrese apo ka gabim në numrin e telefonit apo në prefiksin përkatës. Tipologjia e problemeve tashmë është e gjithanshme. Unë do të thosha që problemi më shqetësues është ai që ka të bëjë me Greqinë në lidhje me rastin e Kretës, që është një krim zgjedhor që po ndodh dhe ka ndodhur përpara disa ditësh, ku publikisht disa individ të caktuar që pretendojnë se janë dhe përfaqësues të OJF-ve apo të shoqatave ndryshme aty, në rrjetet sociale Facebook e kanë dalë dhe kanë thënë hapur që kanë patur marrëveshje me DHL-n për të tërhequr me 10 zarfe. Kështu lihet kuptohet nga ato postime dhe unë pres dhe ne presim që s'pak të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por dhe nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal sa më parë, sepse nuk mundet që DHL-ja të nënkontraktojë këtë shërbim dhe të mos zbatohen standardet që duhet të zbatojë. Cilat janë standardet ligjore? Duhet që zarfi të dorëzohet personalisht tek çdo individ dhe kundrejt nënshkrimit personit dhe kundrejt paraqitjes së një dokumenti identifikimi. Kjo gjë nuk ka ndodhur jo vetëm në Greqi, por s'ka ndodhur as në Itali në shumicën e rasteve, as në Gjermani, as në Shtetet e Bashkuara apo në Britaninë e Madhe, që janë 5 shtete kryesore ku ne kemi diasporën e regjistruar në platformën PER, pra që shkojnë votat. Problemet tjera që ka patjetër që janë raste që ku ka shkuar zarfi pa flet votimi brenda. Ka raste ku ka shkuar zarfi një qarku tjetër, një zgjedhësi që do votojë në një qark tjetër. Por ka dhe raste
ku ka shkuar 2 flet votimi një individi, gabimisht. Këto raste në fillim nga KSZ-ja u përjashtuan kategorikisht si mundësi, por ja që ka ndodhur. Dhe ne i kemi evidentuar dhe po i evidentojmë. Rastet e tërheqjes të zarfeve nga familjar të tyre, pra nuk është i njëjti problem. Ka po ashtu probleme të tjera që na janë raportuar dhe në shtete si Malta për shembull, apo dhe në shtete tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku qytetarët shqiptar nuk po arrin dot të dorëzojnë zarfin në pikën DHL më të afërt, sepse u është thënë që ka mbaruar kontrata me nënkontraktorin. Kjo nuk duhet të ndodhi, sepse shërbimi duhet ofrohet deri në datën 11 maj. Kështu që është e vërtet ajo që tha dhe zonja Topalli, që edhe ne kërkojmë një sakrificë tjetër nga votuesit tanë diaspor, që të marrin mundimin, nëse nuk i vjen shërbimi në shtëpi si kundër duhet ndodhte nga DHL-ja, të shkojnë në pikën DHL më të afërt për ta tërhequr zarfin nëse nuk e kanë bërë akoma, për të votuar sa më shpejt dhe për ta rikthyer në pikën DHL më të afërt në mënyrë që vota e tyre të vijë në territorin e Shqipërisë deri në datën 11 maj. Mbas kësaj date nuk do të llogaritet dot. Faleminderit.